Po, do të vazhdoj me serinë që kemi filluar nga letra e Kolosianëve dhe do të lexojmë te kapitulli i parë nga vargu 9 deri në vargun 12. Kështu nëse kemi një libër, të hapim te Kolosianët 1:9 deri në 12. Prandaj, edhe ne, që nga ajo ditë që dëgjuam këtë, nuk u pushojmë së luturi për ju dhe kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij me çdo urtësi dhe mençuri frymërore, që të esni në mënyrë të denjë për Zotin, që t'i pëlqeni në çdo gjë, duke sjellë fryt në çdo vepër të mirë, dhe ku rritur në njohjen e Perëndis, duke u fuqizuar me çdo fuqi pas pushtetit të lavdisë së tij, për çdo durim e zemërgjërsi me gëzim, duke falendëruar Atin që na bëri të denjë të kemi pjesë në trashëgiminë e shenjtorëve në dritë. Pali i drejton këtë letër kishës dhe besimtarëve në Kolos. Tani kisha në Kolos është një kishë relativisht e re, ndoshta rreth 5 vjet. Një kishë e themeluar jo nga Pali vetë, por një bashkëpunëtor i Ungjillit të Jezus Krishtit, i cili është Epafrai. Kujtojmë që Pali po e drejton këtë letër kishës në Kolos, dhe ai e shkruan kur ndodhet në burg bashkë me Epafrain. Edhe pse ai nuk i kishte takuar apo parë më përpara këta vëllezër dhe motra, asnjëherë, ai shqetësohet dhe kujdeset në mënyrë shumë reale për këtë kishë. Kisha në Kolos ishte një kishë e shëndetshme në fakt. Dhe një kishë e mirë formuar në Ungjillin që Epafrai i kishte shpallur. Dhe këtë ne mësojmë nga vargu më sipër e pamë në javën e kaluar, vargu 4, thotë sepse morën vesh për besimin tuaj në Krishtin Jezus, thotë Pali, dhe për dashurinë tuaj ndaj gjithë shenjtorëve. Ata kishin vendosur besimin në Jezus dhe tregonin një dashuri të madhe për vëllezërit, për njëri tjetrin. Shpesh mendojmë që një kishë e shëndetshme duhet të ndërtohet nga besimtarë me emër, për shembull kishë Pali. Por jo. Perëndia punon me anë të çdo besimtari dhe shërbëtori besnik që qëndron në Krishtin. Vargu 7 thotë sikurse edhe mësuam nga Epafrai, thotë Pali, bashkëpunëtori ynë dhe i dashur, i cili është një shërbëtor besnik i Krishtit për ju. Pra Epafrai e ka ndërtuar dhe ka themeluar këtë kishë. Pasazhi sot, në fakt është një lutje shumë specifike, ai që lexuam nga vargu 9 deri në 11. Një lutje e Palit për kishën në Kolos. Por që na mëson edhe ne sot shumë se si duhet të lutemi dhe të kujdesemi për atë çfarë është më e rëndësishme në ecurinë e një kishe. Pali lutet për kishën në Kolos. Dhe ne thamë që është një kishë me cilësi shumë të mira, një kishë shëndetshme. Por a është e nevojshme të lutesh për një kishë të shëndetshme? Po sigurisht që po. Madje ka nevojë shumë dhe ka nevojë gjithmonë të lutesh. Fakti që një kishë po ecën mirë dhe qëndron në të vërtetën, nuk e bën atë të paprekshme nga sulmet e djallit. Mësimet nga mësues të rrem kishin filluar të sulmonin dhe të hynin në Kolos. Ideologji dhe filozofi po qarkullonin në Kolos, të cilën ndikonin besimtarët dhe mund të ndikonin besimtarët për të larguar nga e vërteta. Ata thoshin që Krishti nuk mjafton, por duhet Krishti, po edhe diçka tjetër. Pali e fillon këtë lutje në vargun 9 me një fjalë, thotë prandaj. Do të thënë për këtë arsye, po thotë Pali. Unë vi në lutje, prandaj po vi në lutje. Po për çfarë? Po vargu 4. Për arsye sepse morën vesh për besimin tuaj në Krishtin dhe për dashurinë ndaj njëri tjetrit. Edhe pse është në burg, ku nga ana njerëzore ka barra dhe shqetësime dhe presione, një rënje të moralit, në burg tjetër. Ajo shqetësohet për një kishë për vëllezër që kur nuk i ka takuar dhe si ka parë dhe shqetësohet në mënyrë reale. Ai ka një shqetësim atëror për kishën në Kolos.
ai shkruan të letër, ai ka dëgjuar për ta nga Epafrai, i cili është në burg me të, dhe që e njeh shumë mirë të kisht sepse e ka themeluar. Dhe ato çfarë Epafrai ka thënë, Pali shqetësoi dhe ja parashtron Pernis dhe i shkruan të letër se si duhet të eci. Ai dëshiron t'i ndihmoj, t'i udhëheq, t'i ruaj nga të gjitha rreziqet me të cilat ata do të po përballen. Dhe një mënyrë që mund ta bëj këtë është duke shkruar atyre, siç është kjo letër, por një mënyrë tjetër është duke u lutur për ta. Ai lutet që Perëndia t'u jap atyre atë që u nevojitet. Pra pikat që ai shtron më vonë janë ajo çfarë i nevojitet kishës, për t'i mbrojtur nga mësimet e rrezikshme dhe të rreme që kishin hyrë dhe po qarkullonin. Po çfarë ka nevojë konkretisht? Çfarë na nevojitet për të qëndruar te Krishti? Po ata ka nevojë për gjërat për të cilët Pali po kërkon në lutje. Sepse thot në vargu, prandaj edhe ne, që nga ajo ditë që dëgjuam për këtë nga Epafrai, nuk pushojmë së luturi dhe kërkojmë, thot, në lutje. Më bën shumë përshtypje fjala që Pali përdor kur thot që po lutet për ta. Thot vargu 9. Prandaj dhe ne që nga ajo ditë që dëgjuam këtë nuk pushojmë së luturi. Dhe kjo fjala nuk pushojmë është ne lutemi për ju pa pushim. Që kur? Që nga momenti i parë që ne dëgjuam, që ditën që ne dëgjuam për ju, ne lutemi pa pushim. Ne vim pa pushim në lutje. Me fjalë tjera, ai është i rregullt në lutje, është konsistent, pa hequr dorë. Nuk lodhet se luturi për vëllezërit dhe nevojat e tyre. Tani, a e bën Pali këtë 24 orë në 24? Po jo, patjetër që jo. Apo e bën Pali këtë 10 herë, 50 herë, 100 herë në ditë? Po jo, nuk është një numër fiks kur ai thot pa pushim. Por atë çfarë është fikse, është që ai lutet në mënyrë të rregullt për ta. Dhe ai nuk heq dorë. Ideja është që sa herë vjen në lutje përpara Zotit, ai nuk harron të lutet për ta. Dhe lutja për Palin është një zakon. Dhe çfarë mësojmë ne nga kjo? Po shpesh ne kemi nevojë lutje, kemi pika lutje. Ndoshta kemi për vete, për një familjar, kemi për kishën, për njëri tjetrin. Dhe ne vim në lutje. E vim një herë, e vim 2 herë, e vim 3 herë, edhe s'marrim përgjigje. Edhe heqim dorë. Nuk ka rezultat lutja. Le të lutemi për një gjë tjetër. Ja lëm Zotin dorë. Ne nuk lutemi më. Po kjo nuk është koncepti i lutjes që Pali po na jep si shembull dhe ka si mundësi. Ne heqim dorë sepse lutjet na duken të kota në momentin që ne nuk e marrim përgjigjen atëherë kur ne duam ose lodhemi. Ai thotë në vargu 9 që nga ajo ditë që dëgjuam nuk pushojmë së luturi për ju. Koncepti i Palit për lutjen është totalisht ndryshe nga koncepti që ne kemi për lutjen. Dhe atë çfarë ne duhet të ndjekim është ky lloj shembulli që Zoti na jep në fjalën e Tij me anë të shërbëtorëve të Tij për lutjen. Vazhdueshmëri duke ngulmuar në lutje. Ky duhet jetë stili i kishës. Këtë lloj qëndrimi do Zoti në lutje. Shikoni çfarë thot Pali në të njëjtën letër, u thot për Epafrain në kapitulli 4 në fund, në vargjet 12, thot Epafrai u thot të njëjtës kishë, në njëjtën letër, që është nga tuaj dhe shërbëtori i Krishtit ju përshëndet. Ai lufton gjithnjë për ju në lutje. Nuk lutet ai, thjesht lutet. Ai lufton. Epafrai kanë
themeluar të kishte dhe ka të njëjtën mendësi me palin. Dhe nuk duket rastësi që Zoti punokave nëpërmjet një besimtari si e pafraj për të ndërtuar një kishë dhe për të mbajtur një kishë të shëndetshme. Sepse ky shërbëtor i Zotit që themeloi të kishë, ky ngulmonte në lutje. Ky luftonte për ata, për vëllezërit e motrat, për nevojat e tyre, për besimin e tyre, për ecurinë e tyre në lutje. Kush është më e rëndësishme, pyet njëherë, në mos gaboj, ka qenë Charles Spurgeon, po pak rëndësi ka. Është të lutesh apo të lexosh Biblën. Edhe Spurgeon tha, po kush është më e rëndësishme? Të marrësh frymë apo të nxjerrësh frymë? Të njohurit të Perëndis që në do ta shikojmë më poshtë, që pali lutet, sepse është një nga nevojat themelore për ecurinë e kishë, nuk mund të ndahet pa lutjen në Zotin. Rëndësia e lutjes është si frymëmarrja, dhe rëndësia e të njohurit të Perëndis është si frymëmarrja. Ne nuk jetojmë vetëm duke thithur ajër, por ne duhet të nxjerrim. Le të kthehemi te pasazhi dhe të shkojmë te çfarë i kërkon pali Zotit në lutje për kishën në Kolos. Por mund të themi se të paktën 7 gjëra dalin, ndoshta apo të hym shumë në një studim e nxjerrim më shumë. Pa i thot, kërkojmë një që të mbusheni me njohje e plot të vullnetit të tij. Në kjo kishë do të mbushet me njohjen e plot të vullnetit të Zotit. Sepse është e rëndësishme që kisha duhet të di cili është vullneti i Zotit. Por pyetja që lindesh, po për çfarë vullneti po flet? A është vullneti sovran i Perëndis? Perëndia vendosi që njeriu të shpëtohet nëpërmjet Jezus Krisht. Ky është vullneti. Apo është vullneti i shpallur në fjalën e tij dhe është zbuluar në Bibël. Dhe pali po flet për vullnetin e zbuluar të Perëndis. Ato gjëra që Perëndia na ka thënë se i dëshiron në fjalën e tij. Dhe kjo nuk ka të bëjë me atë çfarë një besimtar duhet të shkoj të zgjidhë një degë për në universitet, nuk ka të bëjë me kë person duhet të martohet, ku do jetojë në çfarë qyteti, nuk ka të bëjë me këtë lloj vullneti, nuk ka të bëjë me sa fëmijë do ketë në jetë. Jo, këto gjëra Perëndia na ka dhënë mendje, arsyen, dhe ne ecim sipas saj. Ai na ka dhënë parime dhe arsyetim. Ne na ka pajisur këto gjëra për të marrë vendime të tilla në jetë. Por pali dëshiron që kolosianët të thellohen në fjalën e zbuluar të Perëndis, në shkrimet e shenjta, dhe të zbulojnë dhe të mësojnë vullnetin e Perëndis se si duhet të jetë le të pëlqejnë atij. Pali lutet që ata të meditojnë për planin e madh të Perëndis dhe për shpëtimin, i cili është bërë i njohur nëpërmjet profetëve dhe i zbuluar së fundi me anë të birit të tij, Jezus Krishtit, në veprën që ai kreu në kryq. Sa më shumë një besimtar ose besimtarët apo kisha kupton të vërtetën për vullnetin e Perëndis, aq më të sigurt do të jemi nga çdo mësim i rrem që do të hyjë dhe të na largonte nga Zoti. Dhe pali flet për njohjen e plotë, ai thotë të mbusheni me njohjen e plotë. Por ne kemi tashmë vullnetin e plotë të zbuluar të Perëndis, sepse nuk ka asgjë më shumë që mund që Perëndia do na tregojë për vullnetin e tij. Sepse çdo sekret është zbuluar. Ne kemi tashmë lajmin e mirë të Jezus Krishtit.
Dhe përgjigja për të njohur vullnetin e plotë të Perëndis të Zotit, që pali kur vazhdojmë dhe po ta lexojmë, përgjigja është vetëm Krishti. Personi i dytë i Trinisë, Jezus Krishti, është njohja e plotë e vullnetit të tij. Po në Kolosianët kapitulli 2 vargu 3, ai thotë ku janë të fshihura në Krishtin, domethënë, të gjitha thesaret e diturisë dhe të njohjes. Së dyti pali lutet për çdo urtësi dhe zgjuarsi frymërore. Ka zgjuarsi që nuk vijnë nga të zbuluarit të frymës. Që ka urtësi që të quhet pra urtësi, por që nuk shërbejnë për asgjë. E kush janë ato? Po pali thotë, për shembull në Kolosianët 2 vargu 23, këto kanë një dukje urtësie, domethënë mësimet e rreme që kishin hyrë, kanë një dukje urtësie në fetarizëm të zgjedhur vetot në përulësinë e rreme dhe në mos kursimin e trupit, por nuk kanë ndonjë vlerë dhe janë vetëm për kënaqësinë e mishit. Urtësia që nuk vjen nga Zoti nuk ka ndonjë vlerë. Urtësia e botës në dukje e mirë, por nuk funksionon në raport me njohjen e plotë të vullnetit të Zotit. Është një urtësi boshe. Por pali lutet që ata të kenë çdo urtësi. Në fakt kjo fjala çdo është një fjala më e përdorur në të gjitha ato. Çdo kështu, çdo ashtu, dhe ta shkojmë. Çdo urtësi dhe zgjuarsi frymërore. Dhe është fryma që të zbulon urtësinë nga fjala e Perëndis. Njohurit nuk duhet të jenë thjesht akademike. Domethënë jemi intelektualisht të ditur, po e di Biblën. Sepse njohurit janë të dish. Urtësia është të vësh në zbatim në momentet e caktuara këtë njohuri, këtë dituri. Dhe urtësia është ndryshe nga dituria. Urtësia është të dish se çfarë të bësh në një situatë të caktuar. Të dish si të sillesh. Dhe këta besimtarë në Kolos duhet të meditojnë mbi vullnetin e shpallur të Perëndis. Dhe të meditojnë dhe të mendojnë thellë se çfarë do thotë për ta në jetën e tyre të përditshme që të vënë në zbatim me urtësi. Të njohësh vullnetin e Zotit është dituri dhe ta zbatosh atë është urtësi. Pali lutet së treti për të ecur denjësisht për Zotin në çdo gjë që i pëlqen atij, duke dhënë fryt në çdo vepër të mirë. Dhe në fund, njohuria pa bindje nuk i pëlqen Zotit. Nuk i pëlqen atij. Sepse në fund, njohuria duhet të na çojë në bindje. Dhe kjo është për një qëllim madhor, që në çdo gjë t'i pëlqejmë atij, Perëndis. Nëse kuptoj plotësisht se kush është Perëndia dhe çfarë ka bërë Perëndia për ne besimtarë, atëherë do ta duam atë, do t'i bindemi atij, do të ecim përpara tij dhe kështu do t'i pëlqejmë atij. Mësuesit e rrem thonë se për të kënaqur vërtet Perëndin, besimtarët kanë nevojë për diçka shtesë. Diçka që nuk e kanë ende, diçka që nuk përfshihet në Ungjillin e Jezusit Krishtit. Pali thotë se kjo është një marrëzi e madhe. Ai lutet që ata të ecin denjësisht përpara Perëndis. Sepse ata tashmë kanë gjithçka që u nevojitet. Ata kanë Krishtin. Dhe ai lutet që ata të bëjnë dhe gjitha gjërat që i pëlqejnë Perëndis. Sepse kjo është pjesë e vullnetit të zbuluar të Perëndis. Të tashmë të cilën ata e kanë marrë
një ungjill të pastër nga Epafrai. Dhe i lutet që t'japin fryt në çdo vepër të mirë, e cila ai e ka përmendur edhe përpara në vargun 6, që ungjilli që erdhi te ju po jep frytot. Është ungjilli që ata kanë dëgjuar që jep fryt. Frytin e besimit, të dashurisë, të shpresës. Ne dim nga Galatës kur Pali përshkruan frytet e frymës. Së katërti, ai lutet që të rriten në njohjen e plot të Perëndisë. Fundi vargut 10. Njohuria edhe bindja ushqejnë njëra tjetrën. Ata do të kërkojnë më shumë kuptueshmëri për vullnetin e Perëndisë dhe më pas do ta duan më shumë Perëndin. Dhe më pas do të kërkojnë edhe më shumë kuptim të vullnetit të tij. Dhe kjo sjell një dashuri më të madhe për Zotin. Pra të rritesh në njohjen e plotë të Perëndisë, të afron më shumë me Perëndin. E bën ta duash më shumë atë dhe ta kërkosh më shumë atë. Dhe kjo është lutja e Palit për kishën në Kolos. Por kjo do të jetë lutja që dhe pika lutje që duhet na shoqërojë edhe ne si kisha në Fier. Dhe spesti ai lutet për të fuqizohen me çdo fuqi sipas pushtetit të lavdisë të tij. Kolosianëve nuk u mungon asgjë. Atyre sigurisht nuk u mungon burimi i fuqisë së tyre, dhe Pali lutet që vetë Perëndia t'i forcojë ata me gjithë fuqinë. Fuqia e Zotit që është e pafund. Nëse i krahasojmë këto vargje me pasazhin e ngjashëm që Pali shkruan kishën e Efes, Efesian 1:16-20. Shkruajmë se Pali po mendon veçanërisht për fuqinë e Perëndisë, siç shihet në ringjalljen dhe ngjitjen në qiell të Jezusit. Jezusi me fuqinë e lavdishme të Perëndisë u ngrit nga varri dhe u ngrit në qiell. Dhe kjo është pjesa kyçe e shumë e rëndësishme e Ungjillit. Ungjilli i Jezus Krishtit nuk ka nevojë për ligje, as për engjëjt, as për një gjë tjetër që t'i shtohet atij, as për rregulla njerëzore. Ai është i plot në lavdi dhe në fuqi. Dhe kjo njohuri është ajo që do t'i jap besimtarëve forcë ndërsa luftojnë në sfidat që do të hasen. Së gjashti, ai lutet për çdo qëndresë dhe durim me gëzim. Nuk është fush me lule dhe ecën vajt çdo gjë. Kur një Zotin, madje besimtarët do të përballen me probleme, me sfida. Dhe Pali lutet për çdo qëndresë dhe durim, por që ta kenë me gëzim. Nëse Perëndia u jep kolosianëve njohurinë, u jep mençuri praktike, u jep të bindur, atëherë ata do të forcohen më shumë në fuqinë e Zotit. Dhe kështu do të jenë në gjendje që të bëjnë ballë këto sfida që i vinë. Pra, si kish ne, sa më shumë afrohemi Zotit, sa më shumë thellojmë në të, sa më shumë meditojmë për të vërtetën dhe mbështetemi te Krishti, më shumë do të jemi në gjendje të bëjmë ballë në kohë të vështira dhe të kundërshtojmë djallin, të ecim në qëndrueshmëri dhe në njohjen e së vërtetës së Zotit. Dhe jo vetëm kaq, por do të jenë kisha në Kolos dhe ne do të jemi të gëzuar edhe kur këto vojtje vinë. Sepse gëzimi nuk qëndron në situatën që po përjetojmë, po qëndron në shpresën e përjetshme dhe të paprishme që ndodhet në Jezus Krishtin.
Gëzojmë në vuajtje, sepse e njohim kujt Perëndia i besojmë, çfarë ai ka bërë për ne. Dhe e dim kë kemi në krah. Dhe kjo ishte i lutja dhe pali dhe për të kish në Kolos. Së shtati dhe së fundi. Ai lutet që të falenderojnë Atin. Duke falenderuar Atin, thotë që na bëri të denjë të kemi pjesë në trashëgiminë e shenjtarëve në dritë. Ne nuk duhet të rreshtim së falenderuari Zotin, sepse çfarë na mungon? Asgjë. Madje i kemi të gjitha, bekimet frymërore, i kemi të gjitha, kemi fjalën e tij dhe zbulesën e tij në dorë, kemi të plot, kemi Krishtin. Ne duhet jemi falenderues. Nuk na mungon asgjë. Zoti na ka zgjedhur dhe na ka thirrur. Nëpërmjet ungjillit ai na ka dhënë besim dhe pendim. Ai ka drejtuar dhe i ka shenjtëruar dhe i ka birësuar, i ka bërë pjesëtar të trashëgimisë që u përket shenjtarëve në dritë. Besimtarët tashmë janë bashkuar me Krishtin dhe kështu një ditë do të jetojnë në shtëpinë e Atit të Tij. Dhe kjo nuk ka gjë më të lartë për përvojën e krishterë të ketë sigurinë e një trashëgimie të paprishme dhe të përjetshme. Sepse gjithçka që na nevojitët për jetën dhe perëndishmërinë dhe një trashëgimi të përjetshme ne na është dhënë. Dhe kryefjala e gjithçkaje dhe fjala kyçe e gjithçkaje është personi Jezus Krishti. Dhe atë do të tregoj edhe pali kishtë Kolos në vazhdimsi. Kjo orë do t'jetë për ne, edhe unë lutem që të kemi mësuar dhe të kemi reflektuar në mënyrë se si ne duhet të lutemi dhe çfarë qasje duhet të kemi ne në lutje për ecurinë e Krishtit dhe për nevojat e saj. Zoti na bekoj.